Tirana është zbukuruar në pritje të vendimit për liberalizimin e vizave që do të merret të hënën nga ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian. Përgjatë bulevardit dëshmorët e kombit janë vendosur banderola dhe tabela që njoftojnë ngjarjen e madhe dhe të shumë pritur nga shqiptarët me emrat e kryeqyteteve kryesore të Europës. Qeveria ka përgatitur një agjendë të veçantë festimesh që do të nisin që të hënën, kur merret edhe vendimi. Kështu në orët e mbrëmjes, fishek zjarre do të ndezin qiellin në Tiranë, por edhe të qyteteve të tjera të vendit. Qeveria ka vendosur që festa kryesore të zhvillohet të martën në mbrëmje dhe festimet do të përqendrohen kryesisht në sheshin Nën Tereza, ku po ndërtohet një skenë gjigante. Gjatë orëve të pasdites në shesh do të organizohet një koncert me këngëtarët më të mirë të vendit, ndërsa do të ketë edhe projeksione të ndryshme në Universitetin e Tiranës. Në fillim të koncertit pritet të mbahen edhe fjalimet e rastit nga kryeministri Berisha, por edhe nga zyrtarë të tjerë të qeverisë. Pas përfundimit të koncertit, festa do të zhvendoset në zonën e ish-bllokut, i zbukuruar nga një tjetër dekor festiv me destinacionet europiane. Festa në këtë pjesë të kryeqytetit është lënë për në orët e vona të mbrëmjes dhe do t'i dedikohet kryesisht të rinjve, pasi ata janë përfituesit kryesor të procesit të liberalizimit të vizave. Ndërkohë edhe në bashki të tjera janë vendosur zbukurime për liberalizimin e vizave. Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, zoti Ferdinand Xhaferi, e konsideroi një lajm shumë të mirë për turizmin shqiptar renditjen e bërë nga